Mirë se vini, përshëndetje të dashur miq, besoj se jeni mirë. Sot kisha dashur të fol me ju për fjalën marsi. Pra marsi, fjala mar, merr, mirë, është e njëjta gjë, mar e mirë. Marsi është ky muaj i tretë pra i kalendarit që përdorim sot, po marsi ka qenë pikërisht muaji i parë i vitit, edhe me marsin fillu ke viti, pra në disa vendet aziatike pra e kanë rujt këtë kalendarin e vjetër, për një atën kim, për shembull viti i ri është në fund shkurtit, edhe fjala marsi, mar, më saktë, mar është një tingull që gjahet jashtëzakonisht shumë emra e vene, venësh. Për shembull, Maria, ashtu si Mario, do me thonë Maria, pra është Mari, është marsi. Ashtu si emri për shembull Marcel, do me thonë Marcel, pra ka qel mar. Ashtu si emri për shembull Marta, do me thonë mar në to, pra në to ka marsi, Marta. E ka kështu dhej shembuj emra shpafun. Që me thonë tjetër për marsin, pra kur e marrim fjalën mar, e mirë, kur e marrim fjalën mar, edhe e dojmë prap, na del man-ar, në fakt. Për një atë marsi është pikërisht muaji si fillon edhe herë në kohë të lashta ishte muaji si fillu ke viti, me cilin viti fillon, sepse në atë moment është momenti ideal për me mjell, edhe për me punu token, pra me punu aren. Ashtu si pra fjala marsi, mar dhe me thonë man ar, ose me ar, edhe mar, pra është edhe herë, është tingulli ar, që mund shkëmbehet me me ir, është e njëjta gjë, sepse tana zanoret në pikpamjen e metafizikës, zanoret janë ajo që japin ngjyrat bashkëngëlloreve, po zanoret janë tana një, pra të zëvendësohen njëna me tjetrën shumicën e kohës, ose kohën, edhe pra marsi, mar, ma ar, me ar, edhe herë si në fjalën shqiptar, ar, pra dhe me thonë është pikërisht me qa na ushqehena për me marrë energji, se nëse nuk marrim nuk marrim ajër, na si qendje njerëzore nuk mundena të mjetojmë në këtë dimension pa ajrin, pra pa erën, se pikërisht jena jena ar, para se me kenë çdo gjë, jena një energji. Besoj keq për fjalën marsi. Atëherë lidhur me këtë fjalë ka jashtëzakonisht emra e shembull që mund t'i lidhim, si për shembull porti në jugun e Francës që është Marseille, do me thonë me marrë e sjell, si që thot vetë fjala, edhe s'po më vjen në shembull tjetër kështu tash për tash, po edhe herë besoj se
besoj se e kuptu se çdo fjalë ku ka ar, ir, ur, është pikërisht herë flitet gjithmonë për njëjtën gjë, pra flitet për faktin se ne jena energji, kemi shumë me një dimension toksor, të i ban këtë eksperiencë njerëzore. Kalon me keq për këtë video, ju po dhe fort, ja kaloshi mirë, shifën asë shpejti, pashe.